Kam dëgjuar disa intervistat kreve të partive të reja dhe disa prej tyre që do t'ju lutesha mos mi kërkoni emrat, kanë deklaruar tekstualisht që vota ime, një mandat ime është i barabartë me një ministër të Partisë Socialiste ose Partisë Demokratike. Çfarë do të thotë kjo? Unë shikoj si një mesazh, një sinjal, një input që nesër jemi të hapur për negociata dhe për bashkëqeverisi. Në qartazi me një mandat me një post ministri. Pra e kanë thënë, po të shikoni arkivat, e kanë thënë disa, e kanë thënë, jo vetëm një, e kanë thënë disa. Pra liderët e partive të reja. Po, dy i kam dëgjuar unë, që i kam pas dhe në studio. Pra qartazi... Po mirë ti ku i ke pas studio thuaj... Unë besoj, po se do duke sigur kam në gjë kundër tyre. Por qartazi unë mendoj që nëse do ketë problem 69 që thot zoti Manjani. Do bëjnë qeveri me Ramën ato? Unë qartazi mendoj që ata do kalojnë te Partia Socialiste me një post ministri. Nuk do jetë as fundi botës, e kemi parë dhe në vendet të tjera. Ka ndodhur edhe në 2009 kur LSI-a me 4 mandate të saj vajti te zoti Berisha. Pra nuk e shikoj një gjë që do jetë absurde. Po pse do t'i doj Rama këta? Mund të kuptoj vetëm diçka, çfarë i duhen Ramës këta? Për çfarë do t'i duhen? Nëse do t'i bëj 71 vetë, ose ai s'desh shpëtimi Drizin dhe... Jo, unë thash që është 69, jo, më fal, unë thash që është 69. Gjithmonë nëse do t'i duhet në një mandat. Që është 71 nëse i duhet mandati për shumicë. Që është 71 plus, se ka shumë thjesht me zotin Doshi, e ka natyrale edhe ka patur dhe bashkëpunim gjatë kësaj periudhe kohe. Dhe nëse shkojmë edhe më tej pastaj, sepse ka dhe një element. Edhe zoti Drizi është i pakënaqur me mënyrën si shkoi procesi i hartimit të listave në PD. E ka thënë hapur. Është shumë i pakënaqur. Si i pakënaqur është shpëtimi i Drizit? Hapur, besoj ke ndjekur. Me cilat dudun e ka në listë të mbyllur? Po të kishte fut në i çam pastaj në Tiranë, me që e kishte merak muhabet në çamve në listë. Se di çfarë do të emër të ti, unë po e citoj. Në studion time ka qenë i pakënaqur. Ai tha, doli tha që këtu s'kishte shumë çam, tha në Vlorë. Pra, nëse marrin 14 mandate, 15 mandate, ke lista e Tiranës. A e kupton? Se dit, mund ta thotë që janë thjesht shumë deklarata si puna e të mbyllim të vëshën. Por këto janë, nuk e di, po këto janë sinjale që ata japin që një muaj janë nga zgjedhjet. Qose dhe rezultati 69, unë besoj që do hapet edhe pjesa e negociatave dhe nuk do habitesh afari që një pjesë edhe atyre që janë në lista të PD-s të kalojnë në listat e PS-s.